Në vitin 1845, dy anije hynë në ujërat e errta të Arktikut të ngrirë dhe të shkretë të arkipelagut kanadez, në kërkim të një kalimi të vështirë veriperëndimor. Në gojën e madhe të kanalit, ato u takuan nga dy anije balene, të cilat i përcollën pak kohë më vonë. Këto do të ishin individët e fundit që do t'i shihnin këto anije ose burrat në bord ndonjëherë sërish. Për të parë video të tilla, bëni subscribe dhe like. Për më shumë se një shekull, vendodhja e tyre mbeti mister, por ngadalë, gjatë dekadave të fundit, çfarë ndodhi me këto anije dhe burrat në bord u zbulua, dhe është shumë më tmerrshmja se sa mund ta kishte imagjinuar kushdo. Kjo është ekspedita e humbur e Franklinit. Si gjithmonë, rekomandohet kujdes nga shikuesi. Të jetuarit në mesin e viteve 1850 duhet të ketë ndjerë si bumi digital i viteve 90 dhe 2000, ose qëllimet e ekonomisë pas luftës të viteve 1950, sepse në vetëm disa dekada të shkurta, gjithçka kishte ndryshuar. Iluminizmi dhe fundi i luftërave napoleonike kishin vendosur një mënyrë të re për shumicën e botës. Motorët me avull kishin ndezur revolucionin industrial, dhe për herë të parë në historinë njerëzore, ne ishim afër të kishim një hartë të gjithë botës. Por për ta përfunduar atë, kishte një çmim të fundit që i kishte ikur të gjithëve që kishin provuar. Ky ishte kalimi veriperëndimor. Në atë kohë, Anglia dhe shumë nga fuqitë e tjera botërore kishin qenë duke shpërndarë ndikimin e tyre nëpërmjet tregtisë dhe perandorisë. Por forma e Amerikës ishte një pengesë natyrore ndaj udhëtimit detar. Meqense teknologjia për të krijuar diçka si kanali i Panamas nuk do të ekzistonte për ca kohë, kjo do të thoshte që anijeve ose do të duhej të merrnin rrugën e gjatë poshtë rreth Amerikës së Jugut, pastaj gjithë rrugën prapa lart nëpërmjet paqësorit, ose të lundronin nga ana tjetër rreth globit. Sidoqoftë, ishte mjaft udhëtim. Kështu që mundësia, sado e vogël, që mund të gjindej një rrugë nëpërmjet territoreve të ngrira veriperëndimore të Kanadas, ishte shumë e madhe për admiralitetin britanik ta hiqte dorë. Dhe edhe nëse do të rezultonte e pamundur, për tregti, prestigji i plotësimit të rrugës së fundit të lundrueshme të ujit në tokë ishte mjaftueshëm çmim sa disa njerëz i kushtuan të gjithë karrierën e tyre ndaj saj. Si për shembull, Sir John Barrow, sekretari i dytë i admiralitetit britanik, 81 vjeç në atë kohë, e pa këtë si një shans për të vendosur një pupl të fundit të madhe në kapelen e tij para daljes në pension. Kështu ai urdhëroi të montohej një ekspeditë e fundit dhe nisi të zgjidhte liderin e saj. Dy zgjedhjet e para të Barrowit kishin refuzuar të dyja. Njëra prej tyre ishte William Perry, i cili ishte lodhur nga Arktiku, dhe gruaja e tjetrit, James Ross, e bindur atë të mos shkonte. Zgjedhja e tretë, Francis Crozieri, u anashkalua nga admiraliteti për të qenë Irland dhe me prejardhje të ulët. Pastaj zgjedhja e katërt, James Fitzjames, u pasi të ri dhe pa përvojë për të udhëhequr një sipërmarrje të tillë. Kështu që në fund, zgjedhja e pestë dhe burri me emrin e të cilit ekspedita do të emërtohej, ishte Sir John Franklin. Kjo do të ishte në fakt tentativa e tretë e Franklin për të gjetur kalimin, duke e bërë këtë duke parë nga toka më parë me sukses të përzier. Tentativa e tij e mëparshme kishte quar edhe në vdekjet e gjysmës së burrave të tij, me mbijetuesi duke u drejtuar drejt ngrënies së myshkut dhe lëkurës për të shmangur urin. Pas kësaj, Franklin u kthye me turp, i njohur si burri që hëngri qizmet e tij. Pavarësisht kësaj, Franklin ishte i dashur nga burrat e tij dhe ai ishte i njohur për të qenë i sjellshëm dhe kujdesej për mirëqenien e tyre, duke i drejtuar ndonjëherë në predika dhe duke bërë xhmos për të siguruar sigurinë e tyre. Ai ishte gjithashtu i njohur për të qenë pak shumë entuziastik dhe kishte shkuar më parë përtej kufinve kur një qëllim ishte para tij, duke nxituar drejt funishtes në vend që të bënte gjërat me kujdes. Por një kombinim i kujdesit për burrat e tij në një vend të rrezikshëm dhe entuziazmit për ta parë deri në fund nuk ishte domosdoshmërisht diçka e keqe, dhe për fat të mirë, ai nuk do ta bënte vetëm. Megjithse u konsideruan të përshtatshëm për të udhëhequr ekspeditën, Francis Crozier dhe James Fitzjames do t'i bashkoheshin Franklin si i dyti dhe i treti i tij dhe do t'ishin kapitenët e dy anijeve nën komandën e Franklin, të quajtura Terror dhe Erebus. Për anijet nuk do të kishte asnjë shpenzim të kursyer dhe asnjë teknologji të fundit të lënë jashtë. Anija kryesore, Erebus, ishte një anije bomb e klasit Hekla, e komisionuar në 1826 dhe 105 këmbë, 32 metra e gjatë. Terror ishte pak më e vjetër dhe më e vogël dhe ishte një anije bomb e klasit Vesuvius nga 1813 dhe 102 këmbë,
31.1 metra e gjatë. Të dy anijet u zgjodhen sepse anijet bomb ishin menduar të qellonin mortier të rënd nga kuvertat e tyre, kështu që kishin përforcime tërthore shtesë. Kjo gjithashtu i lejoi të duroheshin më mirë duke shkelur nëpërmjet akullit në veri, por gjithë kjo ishte vetëm standarde. Përveç kësaj, pjesë të trupit drurit e anijeve kishin dyfishuar trashësinë me edhe më shumë flet hekuri të shtuara të gjirin e provës dhe përgjatë vijës ujore për ekspeditën. Të dy anijet gjithashtu morën ventilime për ngrohje të brendshme, si dhe një shtesë krejt të re që asnjë anije në marinën mbretërore nuk e kishte pasur kur më parë, e cila ishte një helik. Dhe jo vetëm kaq, të dy anijet mund edhe të tërhisnin helikat dhe timonat në hapësira në pjesën e poshtme të trungut, të tyre për t'i mbrojtur nga akulli. Për të fuqizuar këtë helik të re të shtuar, çdo anije mbarte një motor me avull lokomotivi të konvertuar nga London dhe Greenwich Railway për të nxitur anijet edhe në mungesë të erës. Këta motor gjithashtu kërkonin rreth 1 ton ujë të ëmbël në orë dhe nxitën një shpikje tjetër për t'u përfshirë, e cila ishte pajisje desalinizimi për të kthyer ujin e detit në ujë të ëmbël. Ekspedita gjithashtu do të sillte me vete një nga llojet më të para të kamerave fotografike që shiteshin në publik, të quajtura kamera daguerreotip. Ata gjithashtu kishin edhe një kostum zhytësi të izoluar në bord nëse akull ndonjëherë duhet të hiqej nga timonat apo helikat. Këto veçori janë dukshëm të zakonshme sot dhe Arktiku është kryesisht i njohur, por për burrat që ishin realisht duke shkuar në ekspedit, mund të kishte ndjerë si të shkosh në hapësirë. Vetëm 6 nga 24 oficerët e ekspeditës kishin qenë në ark më parë dhe për çdo që e shihte për herë të parë, mund të ishte po aq më mirë një planet tjetër. Busullat do të lëviznin dhe endishin sepse ishin shumë afër poleve, muaj mund të kalonin pa u perënduar apo pa lindur dielli. E gjithë oqeani kthehet e ngort pjesën më të madhe të vitit dhe toka është aq e shkretë që do të shihni vetëm borë të bardhë, gur gri dhe ujëra të dëmur blu. Më 19 maj 1845, Erebus dhe Terror u nisën nga Greenhithe, vetëm në lindje të Londrës, dhe filluan udhëtimin e tyre. Midis tyre, ata transportonin 134 burra, një mace anijeje, një qen të quajtur Neptun, një majmun të quajtur Xhako, i cili ishte dhurat nga Lady Franklin, 2 ton duhan, 7500 litra alkool, rreth 12.000 libra kostume teatri, pajisje sportive dhe end tjetër shpikje krejt të rej kritike për misionin, e cila ishte 16.000 kanaçe ushqimi. Këto përfshinin fruta dhe perime për të frenuar skurvitin dhe për herë të parë do të përbënin pothuese të gjitha racionet e ekspeditës. Anijet u nisën, duke ndaluar në Stromness në Skoci dhe pastaj nëpërmjet Atlantikut te ishujt Whalefish në bregdetin perëndimor të Groenlandës, me 2 anije të tjera duke i shoqëruar. 2 anijet pastaj do të plotësonin furnizimet e Terror dhe Erebus para se të largoheshin prapa për në Angli dhe duke lënë ekspeditën vetëm. Ndërkohë që ishin në ishuj, 5 antarë të ekspeditës gjithashtu do të liroheshin dhe dërgoheshin në shtëpi, pasi kishin rënë të sëmur gjatë kalimit të Atlantikut. Para se ekspedita të niste sërish, ekuipazhi kaloi disa ditë në tokë, ku shkruan letrat e tyre të fundit në shtëpi dhe gëzuan çfarë ngrohtësie relative mund të kishin. Në letra, ata thanë se oficerët kishin filluar tashmë punën e tyre shkencore, duke gjurmuar motin dhe fenomenet e tjera natyrore. Franklin gjithashtu kishte ndaluar me sa duket sharjet dhe dehjen, por kishte dyshime se sa efektive do të ishte kjo me detarët, por në përgjithësi, ekuipazhi ishte i sigurt dhe i emocionuar. Ata ishin gati të niseshin në aventurën e jetës dhe të shënonin emrat e tyre në librat e historisë. Ekspedita u nis sërish më 12 korrik 1845 me 129 burra në bord. 2 anije balene u takuan me ta në gjirin e Baffin, duke pritur për një hapje në akull para se t'i përcillnin në një kanal të madh të njohur si Lancaster Sound. Kjo ishte hera e fundit që ekspedit Franklin u pa ndonjëherë gjallë. Pas hyrjes në kanal, ata thjesht u zhdukën dhe do duheshin mbi 150 vjet dhe 10 ekspedita dhe hetime për të grumbulluar çfarë ndodhi me ta. Këto hetime janë ende në vazhdim, por kjo është çfarëdim. Lundrimi ishte i ngadalt në veri, edhe gjatë verës, shumica e kanaleve janë të mbushura me akull dhe anijet duhet të shtynin copzat e akullta lundruse nga rruga ndërsa avanconin. Nëse kjo bëhej shumë shpejt, kjo do të dëmtonte gradualisht gjirin e provës të anijes dhe potencialisht do t'i fundoste.
Kjo gjithashtu do të tregonte një nga gozhdat e para të arkivolit të ekspeditës, i cili kishte qenë gjithmonë atje, thjesht nuk ishte kuptuar ende. Motorët me avull të bartur nga të dy anijet, të cilët fuqizonin helikat e tyre revolucionare prej bronzi, mund të prodhonin vetëm 25 kuaj fuqi me 4 nyje. Kjo ishte vetëm 1/10 e fuqisë që kishin prishat akullore me pak se gjysmën e madhësisë së tyre në atë kohë. Kjo veçori nuk ishte mister megjithatë, pasi admiraliteti kishte përfshirë vetëm karburantin e 12 ditëve për motorët me avull, i cili do të kishte qenë më mirë të përdorej për ngrohtje se sa për shtytje. Megjasa këto do të panë si përfitim më shumë psikologjik për ekuipazhin dhe publikun britanik, dhe ishin vetëm me përdorim shumë të kufizuar. Si rezultat, ekspedita do të lundronte vetëm 800 kilometra, naviguar rreth ishullit Cornwallis, para se të kthehej prapa te ishulli Beechy me ngrithjen dimrore. Kjo i vendoste vetëm 350 kilometra nga gjiri Baffin, ku filluan, por duke i marrë të gjitha në konsiderat, ky ishte në fakt progres i mirë. Gjatë gjithë dimrit, të dyja anijet u strehuan në një gji midis ishullit Beechy dhe ishullit shumë më të madh Devon për të shmangur flakët e akullta trazuese që grumbulloheshin mbi njëra tjetrën në erën e fortë. Pasi Erebus dhe Terror u ngrirën në akull deti, ekuipazhi grumbulloi borë mjaftueshëm të lartë për të shtypur kundër anëve të dyja anijeve si izolim. Lart, velat u hoqën me një çadër kanavaci masive dhe mbuluan pjesën më të madhe të hapësirës së kuvertës së anijes. Kjo do t'i kishte dhënë ekuipazhit pak më shumë hapësirë për t'u lëvizur pa u ekspozuar plotësisht ndaj elementëve. Gjatë dimrit të 1845 dhe deri në 1846, 3 antarë të ekuipazhit u varrosën në ishullin Beechy. Pneumonia besohet të jetë shkaku përfundimtar i vdekjes, por gjithashtu jo i vetmi shkak. Deri atëherë, gozhda e dytë e arkivolit të ekspeditës po zbulohej ngadalë, dhe për fat të keq, ishte ajo që po hanin dhe pinin për muaj. 16.000 kanaçet e ushqimit që kishin sjell me vete në ekspedit, kishin qenë punë e bërë me nxitim nga ofertuesit me çmim më të urtë. Saldimi i papërshtatshëm me plumb kishte lënë gjurmë brenda kanaçeve, dëshkruara si gjurmë dylli poshtë një kandile, dhe shumë nga kanaçet nuk kishin as gatuar siç duhet e as vulosur plotësisht. Kështu që jo vetëm kishte plumb, por ushqim të kalbur, botulizëm dhe myk në shumë nga kanaçet. Mostrat e flokëve dhe indeve të marra në 1984 konfirmuan se burrat e varrosur në ishullin Beechy kishin nivele të konsiderueshme plumbi në trupat e tyre. Por befasisht, nivelet e gjetura ishin ende shumë të mëdha, edhe vetëm për ushqimin e konservuar. Dukshëm, pajisjet e desalinizimit të ujit që kishin sjell me vete nuk duhej të ishin përdorur kurrë për të furnizuar ujin e pishëm, sepse tubacionet e tij me plumb mund të gërryhen lehtësisht kur ekspozohen ndaj kripre detare. Përveç kësaj, një teori tjetër për të shpjeguar nivelet papritur të larta të plumbit në trupa ishte mungesa kritike e zinkut në dietën e ekuipazhit, mungesa e cilës me kalimin e kohës bën që trupi të fillojë ngadalë të hangër koskat e veta, duke lëshuar edhe më shumë plumb në qarkullimin e gjakut. Kështu që ky kombinim i ushqimit të keq, helmimit nga plumbi dhe mungesës së zinkut, bëri çdo sëmundje që ekuipazhi hasi shumë më të keqe, duke dëmtuar sistemet e tyre imune, duke shkaktuar mjegull mendore dhe duke u grumbulluar ngadalë me kalimin e viteve. Edhe më keq se kjo, 5 burrat e dërguar prapa në shtëpi nga Groenlanda, para se anijet të arrinin as te arkipelagu kanadez, kishin tuberkulozë, që do të thoshte se kishte tashmë tuberkulozë në ato anije. Gjithsesi, vitin tjetër, anija lundroi drejt jugut, drejt atij që atëherë njihej si King William Island në skajin e hartës së njohur. Në atë kohë, nuk ishte e qartë nëse kjo ishte ishull apo jo, dhe Franklin duhej të bënte një zgjedhje. Nëse lundronte poshtë anën lindore të ishullit King William dhe ishte ishull, mund të arrinte ujrat më të jugore më shpejt, por nëse nuk ishte, do të duhej të kthehej prapa nga një distancë pa njohur. Opsioni i dytë ishte të lundronte perëndim rreth King William, meqense atë ishte drejtimi që po përpiqeshin të shkonin sidoqoftë, duke marrë parasysh atë zgjedhje, dukej më pak e rrezikshme të lundronte perëndim, dhe kështu ishte zgjedhja që bëri. Por duke bërë kështu, Franklin aksidentalisht solli anijet në një nga vendet më të rrezikshme të kalimit.
Ana perëndimore e ishullit King William është si një hink, duke u ngushtuar dhe duke mbledhur rrjedhat e akullta nga 2 kanale para se t'i shtyp midis vetes dhe disa ishujve më të vegjël. Ekspedita kishte lundruar pa e ditur në disa nga rrjedhat e akullta më të dendura në botë dhe nuk ju dha asnjë shans për të korrigjuar gabimin e tyre para se të kyçej më 12 shtator. Ata pastaj do të kalonin dimrin e 1846 deri në 1847 mbi akull sërisht. Në shtëpi, në janar 1847, Lady Franklin u shqetësua gjithnjë më shumë. Megjithse pritej që burri i saj të kalonte të paktën një dimër mbi akull, 2 thjesht nuk i dukej mirë. Së pari kërkoi dhe pastaj kryesisht kërkoi me ngulm që admiraliteti të bënte diçka dhe të përgatiste një operacion shpëtimi. Por admiraliteti ruajti besimin e tyre se gjithçka ishte mirë. Ata të paktën filluan të planifikonin një kërkim nëse kjo do të bëhej e nevojshme. Kjo nuk e binte Lady Franklin fare, dhe ajo shkoi direkt tek publiku britanik, thirrur çdo favor që kishte për të përhapur fjalën. Kjo përfshinti një mik personal të saj, Charles Dickens, i cili përdori pozicionin e tij si shkrimtari më i popularizuar në Angli për të mbrojtur kauzën e saj. Tashmë, ekuipazhi i ekspeditës kishte nevojë dëshpëruese për shpëtim, por edhe vetë ata mund të mos e kishin kuptuar ende. Me vulosjen e papërshtatshme të shumë kanaçeve të tyre, kishte një efekt tjetër fatal. Marina mbretërore kishte përdorur lëng limoni të shishezuar për gjenerata për të parandaluar skurvitin, por praktika më moderne ishte frutat e konservuara, ashtu si me ekspeditën. Problemi ishte se me një vulosje të papërshtatshme ose kontaminim, vitamina C është kimikisht e paqëndrueshme dhe do të degradohej me kalimin e kohës. Ndoshta nuk e kishin vënë re gjatë dimrit të parë apo ndoshta edhe të dytin, por kishin shumë më pak fruta të mira në bord se sa menduan. Pastaj, në maj 1847, 8 antarë të ekspeditës do të ecnin drejt bregut me letra duke kaluar akulltin drejt ishullit King William dhe do të linin 2 kopje raporti për eksploruesit e ardhshëm për t'i gjetur. Letrat tregonin ku po dimëronin anijet, me një seri koordinatash. Gjithashtu raportonte qëndrimin e tyre të mëparshëm në ishullin Beachy, udhëtimin rreth ishullit Cornwallis, se Sir John Franklin po komandonte, dhe në fund lexohej: të gjithë mirë. Shkrimi besohet të jetë ai e kapitenit Fitzjames dhe 2 oficerët që shkuan në tokë nënshkruan të 2 mesazhet. Këto mesazhe pastaj u vendosën në gur i Cairns për t'i mbajtur të sigurta dhe nuk ishte asnjë shënim për asgjë të gabuar, por kjo po ndryshonte. Ekuipazhi kishte me gjas pritur të largohej shpejt dhe kjo ishte arsyeja pse lën mesazhe në radhë të parë, por atë vit Arktiku preku temperaturat e verës rekord të ulta. Qershori, korriku dhe deri në gusht, akulli nuk shkriu kurrë. Erebus dhe Terror dhe gjithë ekuipazhi i tyre mbetën të bllokuar në akull gjatë verës dhe pastaj deri në vjesht. Kampionet moderne të bërthamave të akullnajave kanë konfirmuar edhe 1845 deri në 1859 ishte kulmi i një periudhe të ftohtë të pazakont 50 vjeçare, me stinë më pak shkrirje se sa çdo periudhë në 1000 vjeçarin e mëparshëm. Gjatë kësaj kohe, Terror filloi të listohej rënd në akull dhe shumica e ekuipazhit u zhvendos tek Erebus për të ndarë ngrohtësinë dhe për të konsoliduar racionet e mira që kishin mbetur. Terror u përdor në vend si ruajtje e ftohtë për furnizimet e tepërta dhe për trupa të ndërsa. Filluan të grumbulloheshin. Pastaj, më 11 qershor 1847, kapiteni Sir John Franklin do të bashkohej të vdekurve. Deri atëherë, simptomat e skurvitit dhe helmimit nga plumbi do të ishin të dukshme për mjekët dhe shkencëtarët në bord të anijeve, por nuk kishte shumë që mund të bënin për t'i ndaluar në atë pikë. Asnjë bime shënueshme nuk rritet në Arktikun kanadez dhe kafshët e egra mund të ishin po aq të rrezikshme. Ekuipazhet kishin mjete gjuetie, shtiza, musketa dhe pajisje të tjera me ta, por fokat e Arktikut, arinc polar dhe peshqit të gjithë mbajnë botulizëm tip E. Ky është i vetmi strejn i botulizmit që mund të ekzistojë në temperatura aq të ftohta. Inuitat vendas kanë kaluar mijëra vjet duke ndërtuar rezistencë gjenetike ndaj tij, por e njëjta gjë nuk mund të thuhej për europianët. Një copë mishi e gatuar në mënyrë të papërshtatshme ose gjaku i një kafshë të therrur që bie mbi një copë tjetër ushqimi mund të ishte dënim me vdekje. Në fund, në dimrin e 1847 deri 1848, pa asnjë shenjë të ekspeditës, admiraliteti ra dakord të vepronte. Diçka kishte shkuar keq dhe nuk mund të përballonin të injoronin protestën publike të gjatë me vite të tëra.
Në fillim të 1848-s, një operacion kërkim dhe shpëtim u dërgua nga të dyja skajet e paqësorit dhe Atlantikut të kalimit, si dhe nga toka. Njëri nga burrat që morën pjesë në kërkim ishte James Ross, i cili ishte njëri nga burrat që kishte hequr dorë nga mundësia për të udhëhequr ekspeditën me kërkesë të gruas së tij. Ai pastaj u nis me HMS Enterprise për të provuar dhe shpëtuar jetën e mikut të tij të ngushtë, Francis Crozier. Njëkohësisht, admiraliteti ofroi një shpërblim prej 20.000 poundash për çdo që ndihmonte ekspeditën, ose rreth $2.5 milion sot, dhe $10.000 për çdo informacion rreth asaj që ndodhi. Në prill 1848, duhet të kishte qenë e qartë për ekspeditën se nuk kishin zgjedhje. Ushqimi i tyre do të mbaronte atëherë, dhe edhe ato vlerësime kishin supozuar se të 16.000 kanaçet do të ishin të ngrënshme. Edhe me racionim, fundi i furnizimeve të tyre po afrohej, dhe me dete të ngrira, ata do të duhej të ecnin. Kështu, më 25 prill, u kthyen te ishulli King William dhe lanë një letër tjetër duke shkruar në margjinat e të parës. Tha se Sir John Franklin ishte i vdekur, bashkë me 9 oficer dhe gjithsej 15 në ekuipazh. Gjithashtu deklaroi se anijet ishin braktisur me 22-tin dhe 105 mbijetues nën Crozier do të përpiqeshin të ecnin 240 kilometra ose 150 milje drejt Back's Fish River, i njohur gjithashtu si Back River. Pastaj, pasi të ishin atje, do të përpiqeshin të romonin drejt stacionit tregtar më të afërt. Kështu, pas një viti e 7 muajsh dimrit pafund, ekuipazhi u largua në fund, dhe deri atëherë situata ishte dëshpëruese. Shumë prej tyre nuk ishin në gjendje të përballonin sfidën fizike, shkak se ishin të dobët, të smur dhe të keq ushqyuar nga vitet që jetonin në kushte kaq të tmerrshme. Mbi 20 trupa nga Erebus u gjetën në pastaj, me rrjedhat e akullta grumbulluar kundër njëra tjetrës në erë, duke ngrirë në forma të pabarabarta, dhe ishulli King William duke qenë zhavur i ashpër guri gëlqeror. Vendosja e barkave mbi saj ishte i vetmi opsion. Kështu që ndërsa po vuanin ngadalë nga uria, duke vuajtur gjakderdhje të brendshme nga fillimi i skurbutit dhe të helmuar nga vitet e ekspozimit ndaj plumbit, do të kishte qenë ditë pas dite agonie për të tërhequr barkat që u duheshin për të jetuar. Të patkën disa prej tyre e bën. Me retrospektivën e 150 viteve, ne e dim se marshimi drejt jugut nuk ishte i unifikuar. Grupeve individu ndan nga partia kryesore, ose qëllimisht për shkak të motit të keq, ose nga braktisja. Por ato grupe nuk dorëzuan as. Në fakt, trupa janë gjetur në mbi 12 vendesh të ndryshme. Disa morën rrugë paralele ose alternative drejt jugut, ndërsa të tjerët, veçanërisht ata që ranë nga marshi herët, u kthyen edhe te anijet, ku ushqimi, karburanti dhe strehimi ende ekzistonin. Ajo verë në 1848 ishte kur ushqimi pritej të mbaronte, sikur gjithçka të kishte shkuar sipas planit. Megjithatë, dekada dhe shekuj më vonë, kanaçet e hapura do të gjendeshin në bord të vrapit të dyja anijeve dhe në shumë vende zbarkimi. Duket se në një moment, ekuipazhi duhet të ketë kuptuar rreziqet e racioneve të tyre dhe zgjodhi të shkonte pa to. Pastaj, diku midis korrikut dhe gushtit 1849, spekulohet se Erebus u çlirua nga akulli. Kjo është sepse inujtat kanë pretenduar se kanë parë një anije me 3 sargjie pranë bregdetit të ishujve Royal Geographical Society dhe të kenë dëshmuar burra të bardhë me armë dhe pishtar duke gjuajtur karibu afër gadishullit Adelaide. Kjo histori është gjithashtu mbështetur nga fakti se inujtat pretenduan se kishin me vete një qen jo inuit, i cili ndoshta ishte Neptune. Kjo ishte një detaj që vendasit nuk mund ta kishin ditur ndryshe. Sidoqoftë, një vit më vonë në 1850, një grup tjetër inujtësh pretenduan se kishin gjetur një anije tjetër të braktisur, ende të bllokuar në akull. Duke hipur në bord, gjetën sobën e anijes ende duke djegur dhe disa nga trupat e antarëve të ekuipazhit ende në krevatet e tyre. Në një moment gjatë asaj vere, partia kryesore u nda më tej dhe shumë nga antarët e saj vdiqën në një zonë të njohur si Starvation Cove. Grupe më të vogla gjithashtu vazhduan drejt jugut, drejt Chantry Inlet përgjatë bregdeteve dhe rrugëve të ndryshme. Një grup prej 4 u raportua se u takua nga inujtat dhe çuditërisht vetëm njëri nga burrat ishte në prag të urisë.
Më vonë u mësua se ai ishte i vetmi që kishte refuzuar të merrte pjesë në kanibalizëm. Inuitat pastaj i morën brenda për të ushqyer dhe për të kujdesur për ta, dhe në atë kohë, një antar tjetër i grupit vdiq nga sëmundja para se 3 të tjerët të ishin mjaftueshëm të fortë për të vazhduar. Më vonë në gusht, një grup kërkimi do të ndeshej me 3 varret e para në ishullin Beachy. Kjo do të kishte qenë konfirmimi konkret se diçka kishte ndodhur me ekspeditën, dhe këto do të ishin disa nga të parët që vdiqën herët para se të udhtonin drejt jugut. Duke ndjekur këtë zbulim dhe i shqetësuar rreth asaj që mund të kishte ndodhur pjesës tjetër të ekuipazhit dhe shqetësimet e vazhdueshme publike të Lady Franklin, gjetja e ekuipazhit tërhoqi më shumë përpjekje se sa edhe zbulimi i kalimit. Jo më pak se 11 anije u nisën në 1850 me më shumë që do të vinin, disa prej të cilave do të kishin aksidente vetë në vitet në vijim. Si një shënim i shpejt ansor, njëra nga këto anije, HMS Resolute, do të braktisej gjatë kërkimit dhe më vonë do të rifiksohej nga një anije balene amerikane në shkrirjen e ardhshme. Druri nga ajo pastaj do të përdorej për të bërë tavolinën Resolute dhe dhurat presidentit të SBA, e cila që atëherë ka qenë fikstuar e përhershme në zyrën ovale. Befasisht, një anije tjetër, HMS Investigator, nën kapitenin Robert McClure, do gjente faktikisht kalimin legjendar veriperëndimor ndërsa po kërkonte Franklin. Por pastaj, pasi lundronte nga ana perëndimore e Arktikut, kjo anije gjithashtu do të bëhej e bllokuar në akull dhe e braktisur pas 2 vitesh. Në 1853, pasi një parti shpëtimi marshoi jashtë dhe i takoi nga HMS Resolute, 2 ekuipazhet pastaj kombinuan burimet e tyre për të arritur të shpëtoheshin gjatë vitit vijues. Gjithë kjo është të thuash se, ndërsa është e lehtë të tregosh me gjisht të gjitha gjërat e gabuara me ekspeditën Franklin, vendi vet ishte po aq i përgjegjës. Këto janë vetëm 2 nga shumë shembuj të anijeve të destinuara të shpëtonin ekspeditën dhe më vonë duke pasur vetë nevojë për shpëtim, pavarësisht se ishin të përgatitura për të dhe duke ditur se ndihma do të vinte shumë më shpejt. Nga ekuipazhi i mbetur i Franklin, grupi i njohur më i suksesshëm i mbijetuesve arriti deri te Chesterfield Inlet në bregdetin perëndimor të gjirit Hudson, duke përdorur një varg të lehtë të fryrë. Por për gjithë progresin që bën, thjesht nuk ishte e mjaftueshme. Gjatë dekadës vijuese, grupe të ndryshme inuitësh pretendonin se kishin parë deri në 40 burra duke udhëtuar drejt jugut në 1850, por deri në 1851, grupi ose grupet kishin rënë deri në aq pak sa 4 burra, duke mos tërhequr më asnjë bark. Besohet se deri në fund të 1851, shumica ose të gjithë antarët e ekuipazhit kishin vdekur nga uria apo ekspozimi. Njëkohësisht, gjatë asaj epoke, llogaritet e inuitëve nuk besoheshin realisht, kështu që kërkimet nuk përdoren shumë nga informacioni që mund të kishte qenë i disponueshëm. Pastaj, në 1854, një kirurg dhe eksplorues skocez takoi disa inuit, të cilët i dhanë atij butona bronzi dhe artikuj të tjerë të ekspeditës, si provë pretendimeve të tyre. Ata gjithashtu pretenduan se kishin ndeshur me një varr me deri në 30 kufoma, dhe prova se burrat kishin prerë, gatuar dhe kanibalizuar shokët e tyre të ekuipazhit. Këto pretendime u refuzuan sërish, shpejt nga publiku viktorian, familjet e ekuipazhit dhe mjaft me zë nga Charles Dickens, i cili vazhdoi të shkruante 3 histori, duke diskredituar këtë ide. Kjo la dëshminë e inuitëve anash për mirë mbi 100 vjet, derisa vetëm kohët e fundit, burimet akademike filluan të krahasojnë dhe të korroborojnë llogaritë e tyre. Pavarësisht mosbesimit në atë kohë, shumë nga historitë e inuitëve janë konsistente në detajet e tyre kryesore, edhe nëse koha nuk është gjithmonë e saktë apo përkthimin nuk ishte pa të. Për shembull, një grup pretendoi se kishte parë kapitenin Crozier dhe një burr tjetër, deri vonë si 1852 deri në 1858. Kjo nuk do të thoshte domosdoshmërisht se llogaria ishte e pasakt, por më tepër se mbajtja e kohës ishte e gabuar apo e meqpërkthyer. Por për partinë kryesore të kërkimit, nuk do të ishte deri në 1858 që një llogari e dorës së parë do të gjendej në fund,
Kur një ekspedit tjetër e financuar nga Lady Franklin vet, ndeshi tek Kearney që përmbante 2 raportet e fundit nga Erebus dhe Terror. Vetëm atëherë, të paktën 8 vjet pasi shumica e ekuipazhit kishte vdekur me gjas, kishin në fund prova konkrete me të cilat të punonin. 10 vjet pas kësaj, në 1869, një eksplorues tjetër takoi një grup inuitësh në të dytën e 3 ekspeditave të tij. Ata pretenduan se kishin takuar gjithashtu burrat e Franklin dhe u ofruan çfarë ushqimi mund të kishin, por ishin thjesht shumë të shumt për t'i shpëtuar. Për të ushqyer familjet e tyre, inuitat u detyruan t'i lënë burrat në fatin e tyre, gjë e cila gjithashtu nuk ndihmoi as pak mendimin e publikut britanik për inuitat. Në fund, në 1993, 145 vjet pasi kërkimi filloi, kampi i fundit i ekspeditës u gjet, dhe çdo detaj i kanibalizimit për të cilin kishin folur inuitat u konfirmua. Shenjat e prerjes në kocka treguan përpjekjet për të hequr duart, këmbët dhe kokat, dhe ekuipazhi kishte provuar edhe të shponte kockat më të mëdha për të nxjerrë palcën brenda. Sot, ende nuk e dim çfarë ndodhi me shumicën e burrave. Edhe me atë kamp të fundit, vetëm një pjesë e vogël janë gjetur dhe shumë ndoshta nuk do të gjenden kurrë. Megjithatë, mund të marrim shpejt një ide më të mirë rreth asaj që ndodhi të paktën, sepse në 2014, vrapi i Erebus u gjet në gjirin Crampton, i ruajtur në mënyrë të jashtëzakonshme. Ishte gjithashtu saktësisht aty, ku inuitat thanë se do të ishte, pranë gadishullit Adelaide, duke i dhënë më shumë besueshmëri historisë së disa antarëve të ekuipazhit duke gjuajtur me ta dhe shikimeve të qenit, Neptune. Pastaj, edhe më befasishëm, 2 vjet më vonë, Terror do të gjendej në, me ironi mjaftueshëm, Terror Bay. Ky gjik ishte qenë edhe emërtuar me nder të anijes, pa asnjë ide se anija ishte faktikisht atje. Me të dyja anijet të gjetura, ekspeditat arkeologjike ishin planifikuar për vitin 2020, por dukshëm, ato u ndërpren. Kështu që në fund, në maj 2022, punë e kufizuar rifilloi. Kjo do të thotë se mund të ketë përditësime të rëndësishme për këtë histori gjatë viteve të ardhshme dhe momentet e fundit të vërteta të ekspeditës Franklin. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini te Scary Interesting. Kam disa lajme emocionuese. Në të ardhmen e afërt, do të fillojmë një podcast Scary Interesting. Ky do të përfshi përmbajtje krejt të re Scary Interesting, të ngjashme me atë që shihni këtu në YouTube, por në format vetëm audio, kudo që dëgjoni podcast. Pjesa video kërkon shumë kohë dhe përpjekje për të krijuar, kështu që kjo është një mënyrë për ne të ju sjellin përmbajtje të re më shpesh. Përmbajtja e vetme që ndoshta nuk do të arrijë në podcast janë historitë që janë e rënda me harta dhe diagrame, ku një pjesë vizuale është me të vërtetë thelbësore. Përveç kësaj, ka më pak kufizime në llojet e përmbajtjes që mund të jenë në platformat podcast, kështu që disa nga historitë do të jenë edhe më të çmendura sesa ato me të cilat jeni mësuar. Gjithsesi, ndërsa data e lëshimit e episodit të fundit finalizohet, do të bëj një njoftim me të gjitha detajet. Ju falenderoj shumë për shikimin dhe shpresojmë do t'ju shih në të ardhmen.